Ant-Man and the Wasp, Quantumania, 2023, $330 milion. Filmi kishte një buxhet fillestar prej rreth $200 milion dhe prodhimi u zhvillua gjatë pandemisë së COVID-19. Xhirimet përdorën teknologjinë Volume, e ngjashme me atë të The Mandalorian në vend të ekranit të gjelbër tradicional, gjë që ndihmon në ndriçimin më realist të aktorëve në mjedise digjitale. Ai u xhirua në Pinewood Atlanta Studios, si dhe në lokacione në Mbretërinë e Bashkuar dhe San Francisco. Pavarësisht nga buxheti i lartë, filmi mori kritika për cilësinë e efekteve të tij në disa sekuenca, detajet në lidhje me sfondin e tyre dhe riprodhimin e figurave njerëzore. Në total, ai fitoi $476.1 milion në mbar botën. Fast X 2023, $340 milion. Ky film shënoi kapitullin e 10 në sagën Fast and Furious, duke sjellë më shumë aksion, dramë familjare dhe një antagonist të rrezikshëm. Regjizori Justin Lin, një veteran që kishte drejtuar 5 filma të mëparshëm, u largua një javë pas fillimit të projektit për shkak të dallimeve krijuese. Megjithse, ai ruajti autorsinë në skenar dhe prodhim. Fast X kishte një buxhet të miratuar prej $378 milion, duke renditur atë ndër filmat më të shtrenjtë të realizuar ndonjëherë. Xhirimet nisën në prill të 2022-shit, vazhduan deri në gusht të njëjtit vit dhe për lokacione u shfrytëzuan qytete ikonike si Londra, Roma, Torino, Lisbona dhe Los Angeles. Filmi fitoi $714.4 milion në mbar botën. Avatar, Rruga e Ujit, 2022, $460 milion. Ai ishte vazhdimi shumë pritur i filmit revolucionar me të njëjtin titull nga James Cameron. Ai u drejtua sërish nga Cameron, i cili ishte gjithashtu dhe bashkëskenarist. Buxheti ishte tepër i lartë që në fillim, midis 350 deri në $460 milion, duke bërë atë një film nga më të kushtueshmit në histori. Xhirimet kryesore filluan më 15 gusht 2017 në Manhattan Beach, Kaliforni, dhe më pas u zhvendosën në Wellington, Zelandën e Re, në 25 shtator 2017. Risi në këtë projekt ishin xhirimet në New York të realizuara për herë të parë në atë mënyrë dhe inovacioni teknologjik me rëndësi. Aktorë si Kate Winslet mësuan zhytjen e lirë dhe konkretisht Winslet theu një rekord, duke mbajtur frymën për më shumë se 7 minuta në ujë gjatë xhirimeve. Rruga e Ujit rezultoi të ishte një sukses i jashtëzakonshëm në ark, duke fituar $2.320 miliard në mbar botën. Doctor Strange në multiversin e çmendurisë 2022, $351 milion. Doctor Strange në multiversin e çmendurisë ishte një film i rëndësishëm për Marvel, pasi eksploroi konceptin e multiversit kombinuar me element të horrorit. Regjia dhe skenari mban firmën e Sam Raimi, i njohur për stilin e tij origjinal. Filmi nisi me një buxhet të konsiderueshëm për prodhim, rreth $200 milion për të shkuar më vonë në vlerën e $350.6 milion. Xhirimet filluan në nëntor të 2020-s në Londër, por u ndërpren në janar të 2021-shit për shkak të pandemisë së COVID-19. Prodhimi rifilloi në mars të 2021-shit dhe përfundoi në mes të prillit në Surrey dhe Los Angeles. Prodhimi u përball me shumë problematika si pasojë protokolleve të COVID-19 dhe ndryshimeve të shpeshta të orarit të xhirimeve. Megjithatë, vepra finale jo vetëm rezultoi një sukses absolut, por gjeneroi rreth $955 milion vetëm gjatë vitit 2022. Avengers Endgame 2019, $365 milion. Ai është një film monumental në historinë e kinemas, duke shërbyer si kulmi i më shumë se një dekade rrëfimi në portofolin e Marvel.
Regjisorët Anthony dhe Joe Russo, të njohur si vëllezërit Russo, drejtuan me shumë sukses projektin me buxhet variabël midis 356 deri në 400 milion dollar, duke e bërë atë një nga filmat më të shtrenjtë të realizuar ndonjëherë. Disa burime pohojnë se shpenzimet shkojnë deri në 416 milion dollar. Xhirimet e zhvilluara kryesisht në Pinewood Atlanta Studios në qarkun Fayette, Georgia, dhe disa shtesa në zonat metro dhe qendër të Atlantës, shtetin e New Yorkut, Skoci dhe Angli, filluan në gusht të 2017-s dhe përfunduan në janar të 2018-s. Kohëzgjatja e tij është 3 orë e 1 minutë, duke e bërë atë një nga filmat më të gjatë me superhero të realizuar ndonjëherë. Avengers Endgame fitoi një shumë marramëndse prej 2.799 miliard dollarësh në të gjithë botën, duke thyer disa rekorde. Avengers, epoka e Ultronit, 2015, 365 milion dollar. Avengers, epoka e Ultronit, është i vitit 2015. Ai është i dyti i Avengers dhe një pjesë e universit kinematografik të krijimeve Marvel. Filmi u drejtua dhe u shkrua nga Joss Whedon, i cili kishte ndjekur dhe filmin e parë të The Avengers. Buxheti fillestar për prodhim ishte rreth 250 milion dollar, duke u konsideruar një nga filmat më të bukur të asaj kohe. Xhirimet filluan në shkurt të 2014-s dhe përfunduan në gusht të atij viti. Vendet e xhirimeve ishin Pinewood Studios në Angli dhe disa lokacione në Afrikën e Jugut, Itali, Korenë e Jugut dhe New York. Titulli i filmit Age of Ultron u mor nga një seri komike Marvelit të vitit 2013, por producenti Kevin Feige theksoi se filmi i huazoi vetëm titullin dhe jo linjën e specifikuar të tregimit nga komiku. Si shumica e filmave të Marvelit, Age of Ultron u mbështet gjërësisht tek efektet vizuale digjitale për të krijuar Ultronin, robotët e tij dhe skenat e aksioneve në shkallë të gjerë. Totali të ardhurave të gjeneruara prej tij ishte rreth 1.4 miliard dollar. Piratët e Karajibeve në baticë të çuditshme, 2019, 379 milion dollar. Filmi është i vitit 2011 dhe mban firmën e regjisorit Rob Marshall, i cili pasoi Gore Verbinski. Marshall ishte shumë kurioz të punonte me Johnny Depp dhe Penelope Cruz, e cila luante Angelikan dhe që në atë periudhë ishte shtatzën. Produksioni rregulloi oraret e xhirimeve për të shkurtuar sa më shumë skenat e saj dhe në ato që kërkonin më shumë lëvizje, motra e saj, Monica Cruz, shërbeu si dublante. Për herë të parë, një anije luftarake e shekullit të 18 e rindërtuar u përdor për xhirimet reale në det. Në filmat e tjerë, anijet e piratëve shpesh janë konstruksione druri me vela, mbi platforma çeliku dhe shtylla të larta për efekte speciale. Ky ishte filmi i parë i sagës Piratët e Karajibeve që u shfaq me kamera 3D të vërteta, një teknologji që në atë kohë ishte ende e re dhe shumë emocionuese për publikun. Buxheti fillestar ishte rreth 379 milion dollar, por disa shtesa të mëvonshme e rritën atë në mbi 400 milion. Johnny Depp raportohet se fitoi rreth 55 milion dollar nga ky film, xhirimet e të cilit zgjatën 106 ditë, duke përfshirë një periudhë prodhimi intensiv. Projekti fitoi mbi 1 miliard dollar në mbar botën, duke u bërë i treti me të ardhurat më të larta për vitin 2011 dhe filmi i dytë në sagën e Piratëve të Karajibeve. Star Wars, episodi 9, ngritja e Skywalker 2019, 416 milion dollar. Ai shërbeu si përmbyllja e triologjisë së sagës Skywalker me 9 pjesë, duke bashkuar personazhet e rinj dhe të vjetër. Prodhimi i tij u përball me sfida unike dhe pati disa elemente interesant. Fillimisht, Colin Trevorrow ishte planifikuar ta drejtonte projektin dhe të shkruante skenarin për episodin e 9 së bashku me Derek Connolly. Megjithatë, për shkak të diferencave të mëdha krijuese, Trevorrow u largua nga projekti në vitin 2017 dhe J.J. Abrams, regjisori i The Force Awakens, u rikthye për të vazhduar dhe bashkëshkruar skenarin. Vdekja e Carrie Fisher në vitin 2016 pas fillimit të prodhimit paraqiti një sfidë të madhe.
Përfundimisht, ata vendosën të përdorin pamjen e pashfrytzuar nga xhirimet e Force Awakens, për të cilat përfshihen në film. Buxheti i planifikuar për prodhimin e tij ishte rreth $275 milion, por gjatë procesit ai u dyfishua. Xhirimet nisën në gusht të 2018-s në Pinewood Studio dhe përfunduan në shkurt të 2019-s. Skenat kryesore u xhiruan në vende shumë të veçanta si Wadi Rum, Jordani dhe Skellig Michael, Irland. Në total ai gjeneroi rreth $1.1 miliard në të gjithë botën. Jurassic World, Mbretëria e Rënë, 2018, $432 milion. Filmi është i vitit 2018 dhe solli një tjetër fabul aksion dhe risi në sagën e dinosaurëve. Mbretëria e Rënë u konceptua si kapitulli i dytë në trilogjinë e Jurassic World, duke u ndërlidhur ngushtë me filmin e parë dhe duke vendosur bazat për atë që do të pasonte. Regjisori J.A. Bayona, i njohur për aftësitë e tij vizuale, përfshiu referenca nga filma të ndryshëm që përfshin klasik si From Here to Eternity dhe Dracula, si dhe nga filma të Steven Spielberg si Raiders of the Lost Ark dhe E.T. Ishte filmi i parë në sagën Jurassic Park që u xhirua në mënyrë digjitale duke përdorur kamera Alexa 65. Skena dramatike në Nujore me Chris Pratt, Bryce Dallas Howard dhe Justice Smith kërkoi 5 ditë në një rezervuar të madh me një ekip prej 85 personash. Buxheti paraprak i parashikuar ishte rreth $170-187 milion, duke e bërë atë një nga filmat më të bukur që u bë në atë kohë. Megjithatë, shpenzimet me kohën u rritën duke shkuar në $432 milion. Të ardhurat prej tij treguan se investimi ishte i suksesshëm. Ai gjeneroi mbi $1.3 miliard në mbar botën. Star Wars, episodi 7, Zgjimi i Forcës, 2015, $533.2 milion. Ky film riktheu sagën e dashur në ekranin e madh me një përzierje e fytyrash të njohura dhe personazhesh të rinj. Hezitimi fillestar i regjisorit J.J. Abrams, pavarësisht se ishte një fan i madh i Star Wars, fillimisht refuzoi ofertën për të qenë pjesë e produksionit për shkak të përfshirjes së tij në projekte të tjera. Megjithatë, dashuria për historinë dhe personazhet përfundimisht e bindi atë. Gjatë audicioneve, aktorët duhet të nënshkruanin marrëveshje të repta, mos zbulimi dhe shpesh ju thuhej se po provonin role të ndryshme nga ato që realisht do të bënin për të ruajtur sekretin. Shumë aktorë të njohur patën paraqitje të shkurtra, përfshir Daniel Craig si një ushtar sulmues, Thomas Brody, Sangster dhe Jessica Henwick nga Game of Thrones. The Force Awakens theu rekorde të shumta në shitje të drejtash dhe biletash, duke u bërë një nga filmat me fitimet më të larta të gjitha kohërave dhe duke rigjallëruar ekskluzivitetin Star Wars për një epokë të re. Në total, filmi arkëtoi më shumë se $2 miliard në të gjithë botën.